Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje miqtë e Kulinda, mirë se po takohemi edhe këtë javë. Këtë radhë kemi ardhur në një fshat të Anamoravës. Jemi në njërin prej fshatrave më të mëdhenj në Kosovë, jemi në fshatin Zhegër. Unë sot ku marr këtu edhe me pasë ma kam përmend shumë Zhegrën, në fakt se njihet për figurat historike që ka prodhuar si vend ndër vite, domethënë, kanë dalur shumë njerëz me karakter të fortë kombëtar nga ky vend. Sot kemi ardhur me fol pak për ta, mirë po pak edhe me pasë çu është fshati sot, çu ka në të kaluarën. Ky fshat në fakt është djegur gjatë luftës tërësisht Titani, mirë po që me ndihmën e mërgjimtarëve dhe personave që kanë vazhduar me jetu jetën këto, është rrimë këmbë sërish. Tash po shkojmë bashkë po takojmë kryetarin e fshatit me na tregu pak më shumë rreth jetës në këtë vend. Tash jemi bashkë me kryetarin e fshatit Zhegër, që edhe përmenda kemi ardhur pak me pas se çush është Zhegra sot, çush ka të kaluamën. Jemi me zotin Çahel Halili, i cili na ka mirëprit në vendlinjen e tij. Faleminderit shumë që na mirëpritet sot. Faleminderit si jeni të mirëseardhur në çdo kohë dhe në çdo orë. Tregon pak se çka e karakterizon fshatin Zhegër. Është njëri prej vendeve ndoshta që më shumë ti kem dëgjuar dhe pa ardhur këtu, qoftë edhe si banor ose vendas domethënë të Kosovës. Fshati Zhegër karakterizohet mas pari në anën kombëtare. Në anën kombëtare ka lënë shembuj nivel të kombit për herojt e kombit, si Idris Seferi, Agim Ramadani dhe vllazni Tukshini. Anën kulturore kemi shkrimtar, poet shumë të njoftën në arenën ndërkombëtare, siç është Ibrahim Kadriu, jo vetëm kombëtare, Sabet Rustemi, Femia Evazi dhe të tjerë. Në anën sportive kemi lojtarin Gjerdan Shaqiri me nam botnor, Arzan Rustemi, një ashtu boksier i peshave trona. Kemi një djalë të ri, Alban Hazirin, i cili për 4 vite rreth ka qenë goleshenuesi më i mirë në handball. Kështu që Zhegra ka karakteristika për me humbur edhe në anën kombëtare, edhe në anën kulturore edhe sportive, edhe si komb jemi shumë kompakt, jemi si fshat kompakt, probleme në asnjë lloj natyre nuk kemi, jemi bashkë gjithherë. Në Zhegër gravitojnë shumë fshatna. Do marrim shembull Zhegra si toponim si emën, do gravitojnë fshatat këtë për rreth edhe integrohen për ditë të parë sikur me qenë 100 vjet në Zhegër. Kështu që në Zhegër i lumja që jeton edhe vepron Zhegër edhe i lumja që është i Zhegrës. Kështu që kemi një diasporë shkëlqyeshme. Jeni mikprica, a? Kur do që vendoset këto? Po, në Zhegër klapa mes njerëzve nuk ka, me marrëm shembull. Tu marrë me jetu sot ti, edhe llogaritë sikur që me qenë që 100 vjet në Zhegër, integrohesh me njerëz, si në shkollë, si në familje të tjera, si në gjithkund, në aktivitete të tjera. Kështu që Zhegra prej fshatrave dallon prej fshatrave të tjera a nivel të Kosovës, sepse janë të mirëseardhur në gjithë ata që dojmë jetu në Zhegër, me veru në Zhegër dhe me punu në Zhegër, kështu që nuk ka kurfar problemi. Amo që tu më do të më përmend që veç për etninë ashta shqiptare. Ma herët ka pas serbë në fshat, mirë po tash nuk ka, edhe kjo për shkak domethënë të luftës që ka ndodhur. Tash fshati është i pastër etnikisht veç me shqiptar, apo? Fshati i Zhegër po. Në para lufte kanë qenë 105 familje, 105 shtëpi serb. Kanë qenë sërbë të cilët kanë kontribu për të keq edhe në Zhegër dhe në nivel të vendit në Kosovë, ku pjesëtarët e komunitetit sërbë nga Zhegra kanë marrë pjesë në për masakra të tjera në për Kosovë, kështu që kanë qenë sërbë edhe politikisht shumë ngarkuar edhe kanë pas pozita shumë të larta shtetërore para luftës. Kështu që Zhegrën e kanë shkromu, kanë qenë për mbi 400 shtëpi të djeguna, njerëz të vrarë dhe të maltretuar. Ka qenë një dhunë e papare dhe para luftës këtu nga serbët vendorë dhe nga aparati shtetëror i Serbisë, ku njerëz nga llojet e dhunës më barbare kanë vdekur edhe nga pasojat e rrojeve që kanë pasur të tepërta këtu në stacionin e policisë në Zhegër. 400 shtëpi të djegura. 400 shtëpi të djegura tërësisht,
pjesërisht kanë qenë tjerat krejt, domthonë këtu kanë qenë një 10 shtëpi, më thonë që nuk i ka kap flaka e dorës okupatorit. Kështu Zhegra, 2 familje se 2-3 individ kanë qenë Zhegrë gjatë luftës, pjesa tjetër kanë qenë këtë zhvendosur në molet e Stublës, ku e falenderojmë Stublën edhe nga ka ky rast që na kanë mirë prit. Stubla ka qenë Remniku, ka qenë domthonë lokalitetet që kanë prit qytetarët e Zhegrës, se tana pe aty kanë lëviz për Maqedoni dhe në vizë të tjera na për Evropë dhe na për botë. Kështu që Stubla është njëra ndër vendet që i ka prit më shumti qytetarët e Zhegrës, edhe në kohë i ka mojt më shumë, edhe i ka plagosit i kanë shëru, për morëm shembull, edhe pse Stubla njihet me domethënë janë shqiptarë të komunitetit katolik, mirë po shqiptarët i bashkon gjoku, i bashkon kombi, nuk i ndonë feja. Domethënë Zhegra edhe Stubla kanë raporte vllaznore, sikur me qenë të njëjtës fe, për pavarësisht pse domethënë ata janë fe katolike, na jemi fe muslimane, kryesisht Zhegra 99% janë musliman. Edhe kemi raporte vllaznore si në dasma, si në vdekje, si në lloj organizimi, pas Stublën na nuk bëjmë kur gjë dhe Stubla pa neve bën kur gjë. Se pa ka raste që e vlerësojnë domethënë jo jemi me një aspekt tokës deri në qiell. 400 shtëpi djeguna, qysh arriti fshati me u rindërtu sot kur e pam se cila shtëpi ka më e bukur se tjetra? Fal vllaznive tanë edhe motrave tona, të cilët mas viteve 60 kanë migru në diasporë, në shtetet e Evropës. Nuk besoj që ka shtet në Evropë që s'ka qytetarë për fshatit Zhegrë, kryesisht në Zvicër, shembull, bile nëse në Zhenevë nuk dim me folshi probleme ki mu gjetë, se këtë Zhegra është në Zhenevë, edhe në lokalitet, në shtetet tjera, mirë po Zheneva është me mas shumë të qytetarë të Zhegrës. E kemi një diasporë të shkëlqyshme, për morëm shembull sot, unë sekretari i Këshillit, me Këshillin, me bëni kërkesë për më na ndihmu për nevojë në Zhegrë, nëse kemi nevojë, më na 24 orë në gjendje 100 mera me mbledh, më morëm shembull me trombollu dhe më na i pru këtu për çdo nevojë që kemi si fshat. A keni pas në rast kur me donacione kemi pas, Zhegra kryesisht Zhegra më shumë kanë investuar në Zhegrë diaspora, se sa gjitha pushtetet prej mas luftës, po. Zhegra njihet për solidaritet, nuk besoj që ka ndaj qytetar tjetër në Kosovë, sikur Zhegra që është në gjendje jo vetëm për Zhegrë. Po dhe në Kosovë nëse ka nevojë diçka me grumbullu, Zhegra është e para në çdo aksion, diaspora Zhegrës është diçka që nuk mund më marr me mend, është super e shkëlqyeshme. Qa keni rregullu vetë në fshat deri tash? Xhamin e përmendëm. Xhamia është ndërtuar në afat rekord domon nga tyrat vetanoke qytetarëve të Zhegrës me shumicë, mirë po ka pas donatorë shqiptarë dhe të viseve tjera që kanë ndihmu, mirë po kryesisht janë qytetarë të Zhegrës që e kanë organizuar dhe kanë ndërtuar xhamin, Këshilli i Xhamisë, cilin e falenderojmë edhe nga kjo intervistë, që kanë bënë një punë brillante, se afër 1 milion me kushtu xhamia për morëm shembull edhe më ndërtu edhe pa kush përdor asnjë cent për morëm shembull, ka shkuar krejt në vi institucional në kuptimin edhe pse ka qenë organizim vetanak, mirë po ka qenë vi institucional në kuptimin e mirëmbajtjes po përgjegjësisë të parave dhe ndërtimit të objektit. Kështu që kemi disa kanë ndihmuar edhe shtëpinë e kulturës, kanë ndihmuar edhe për shkollën mesme që ka qenë e vjetra, për mbi 20 shtëpi kanë ndërtuar diaspora këtu në Zhegrë, me morëm shembull nevojat njerëzit që kanë pas nevoja për me ndërtuar shtëpi, diaspora ka qenë ajo që pas një hezitim ka kontribuar dhe kemi ndërtuar shtëpi aty në njerëzve që kanë pas nevojë. Cili është ai qelsi që ju morën kaq të bashkuar, se sot në cilin fshat që po shkojnë apa, ka njerëz që hala kontribuojnë për vendlindjen, hala e dojnë vendin e vet edhe bashkëdhëtarët e vet kështu. Si diaspora ju. Zhegra model të bashkimit dhe të unitetit e ka mas pari emrin e Idris Seferit. Idris Seferi i cili ka bashkuar kombin për luftën për shlirimin e Kosovës. Emri i dytë që është për morëm shembull, jo më pak i rëndësishëm është emri i Agim Ramadanit, i cili ka bashkuar gjithë shqiptarët, gjitha etnive, gjitha viseve dhe ka arrit me thy kufinin shqiptar me bashku kombin dhe na jemi thirrur vllazërit të Këshillit për morëm shembull kanë dhënë jetën për Kosovën lindore, kështu që çdo Zhegran është meritor për gjithçka sot Kosova gëzon, si në aspektin kombëtar, si në aspektin fetar, si në aspektin sportiv kulturor, për morëm shembull Zhegra jep shembuj me emrat përvetshëm dhe me popullatën e përgjithshme për çdo të mirë që ka ndodhur edhe është ndodhur në Zhegrë dhe gjatë.
vendi figurave historike, sportiste që do të mu marë pra shembull edhe prej shqiptarëve në pjesa tjera, që me kontribu sade që e lajnë vendlindjen edhe largohen. E përmendëm që ka shumë ergëmtar. Tregëm pak se sa ka ndryshuar numri i popullatës sot në Zhegër me raport me vitet kur ti ke qenë nashta fëmijë në këtë vend e çish e mban vend. Unë jam mas pari jam djalë i Gurbetçarit, prindi jam vitet e 68 ka migruar në Mërgim, sikur shumica e kryefamiljarëve tanë. Zhegra nuk njihet kohën e fundit si fshat i mërgjimtarëve, njihet për viteve 68, 70 e tutje. Kështu që në Zhegër nuk besoj që ka familje që se ka një ose 2 ose 5, se gjenerata 3 tash ose 4 është të rritë në diasporë prej Zhegrës, ku domethënë pjesa parë kanë qenë punëtor të krahas, sikur prindi jam për morëm shembull, kanë shku jo të integru bashkë si qytetarë gjerman ose zvicran, mirë po tash qytetarët e Zhegrës e udhëheqin institucione në Zvicër, në Gjermani, në Francë. Domethënë nuk janë ata kadrat vetëm për punë krahu, mirë po tash udhëheqin institucione kredibile, ku kemi pas kandidatë shembull nga Zhegra që ka qenë edhe për deputetën në parlamentin e Zvicrës. Motra Zen Rustemit ka qenë kandidate për parlament. Kështu që kem kadra që udhëheqin banka, shkolla, institucione ndryshme, polici. Kështu që gjeneratat e reja tash po morëm shembull për të mirë. Verës nuk ka Zhegra, Verës po morëm shembull dallon pe Stinës kur janë pushimet. Verës nuk ka familje që s'vinë në Zhegër. Domethënë janë çështjet me Zhegrën që gjitha familjet vinë në Zhegër për me kry pushimet, edhe për vitëri që kanë pushimet e rregullta, edhe Verës vinë krejt në Zhegër. Pra dallon pak edhe prej Stinës në Stinë se sa ka popullsi brenda fshatit. Po tash migrimi. Ju kthej gjallëria po besoj. Migrimi e ka bërë vetën për morëm shembull, tash edhe nataliteti e ka bërë vetën për morëm shembull para luftës dhe pas luftës Zhegra i ka pas 1200-300 zonca, tash është afër 500 zonca, numri i ramës është gati më shumë se 60%. Mirë po këtu po ndikojnë shumë faktorë, edhe ramja e natalitetit, edhe migrimi i trive dhe i trijave në diasporë më të madhe tashmë, se përndryshe përpara kanë qenë një krye familjar ose 2, tjerë kanë qenë në Zhegër ose kanë qenë këtu, mirë po pas luftës me të madhe është sigur këtë fshatën e Kosovës edhe Zhegra e ka përjetuar çat fat, është fat i keq, kuptimin për morëm shembull se amaneti i dëshmorëve dhe i heronjve të kombit është për morëm shembull për me jetu në Kosovë. Agion Madani për morëm shembull me thonet e tina për një pikë i Kosovë, ai e kalon Zvicrën. Ka vdek, është vrarë për Kosovë, për me jetu në Kosovë, jo për me ikna me shku në Zvicër. Ai e kalon Zvicrën, na tash me shku edhe më kthy me shku në Zvicër ose në Gjermani, se edhe në Zhegër jetuat, edhe në Kosovë jetuat. Nuk është që nuk jetuat, mirë po është një trend, tash është trend, nuk jetuat në Kosovë, duhet me dalë patjetër jashtë edhe kështu tash që është një handicap i madh edhe për neve që kemi mjet këtu një gjenerat me morëm shembull, tash janë shembull restoranat e zbrazën, kafeteritë e zbrazën apo morëm shembull lëvizjet në përfshatin zbrazën as kimë kam bisedu, kimë kam u taku rradh shembull ti ki mundësi me ta kthyer një shok në telefon për ndryshe s'mund me taku rastisht. Sigur herave tjera për morëm shembull ne në Zhegër para luftës për morëm shembull nuk ka pas shtëpi që s'ka pas bakti, që s'ka pas që s'u mor me bujqësi. Sot në Zhegër për morëm shembull ndoshta mund mi gjetë 10 krye kafsh të trasha ose 30 ose 40 të imta. Nuk ka për morëm shembull e kam braktis bujqësinë, e kam braktis blektorinë edhe shënimin kryesor me dal në vendet e dyta e treta, kështu që e këta që qëndrojnë këtu me çka merren? Po kryesisht me vendet punës, për morëm shembull se tash jemi met këtu, jemi met të lidhur me vendet punës edhe me familje që jemi met, për ndryshe bujqësi me tokë në Zhegër ka pak. Shembull Zhegra nuk njihet që ka shumë tokë bujqësore. Shembull me raport me fshatat për rreth, për morëm shembull Zhegra kryesisht jeton edhe sot për morëm shembull për këtyre natyrave që janë për institucionet e punës edhe nga diaspora. Domethënë Zhegra man kryesisht diaspora. Artjera kryesore e fshatit Zhegër për me jetu është diaspora. Një diasporë shkëlqyeshme. Sa do që u ka një trend për me ikë prej Kosovës edhe me jetu jashtë, kum pas plot të raste edhe në emision, do me thonë që janë kthy prej jashtit edhe me jetu, me kontribu në vendlindje, me kanë hap do me thonë firma ndryshme. A keni ndaj rast me qenë se gjithë kjo diasporë që u kthy dhe ka vendos me jetu kemi biznesmen shumë sukses, shumë jo vetëm në nivel të Kosovës, nivel të Republikës, po nivel të regionit. Me morëm shembull kemi rastin e Muhamet Hajrullahut, i cili e kalon në Gjermani, ka investu këtu, është një investitor për morëm shembull,
edhe është një njeri shumë humanitar i cili është në gjendje për morëm shembull me ndihmu për zhegër për sa kemi pas nevojë. Edhe raste tjera kemi për morëm shembull që kanë ardhur 5 vite, kanë hap firma të ndryshme këtu në Zhegër, për morëm shembull me bujqësi. Një rast është në pjesën që po shihet në Kodër, atje ka investuar shumë. E ka për mi 40 krerë kafsh, për morëm shembull firmën thash që e ka hap, ka punësu 5 ose 6 qytetarë të Zhegrës ose me rrethin. Kështu që kanë investu, kanë ardhur, këtu kanë investu, mirë po jo në masën për morëm shembull që ka qenë dëshirueshme dhe meritueshme. Se sa kemi në diasporë shembull në Zhegër, kemi mujt ndoshta edhe bombën atomike me bon Zhegër, për morëm shembull për sa kemi njerëz të aftë edhe të fortë domthon Zhegër që jetojnë në diasporë. Mirë po, kryesisht thash, Zhegrën e ka përcjell ai fati i keq, shembull që u djeg disa herë. U djeg disa në gjitha luftet Zhegra ka përjetuar domthon edhe masakrat më të mëdha edhe djegjet më të mëdha. Kështu që krejt që ato mjete për morëm shembull që i kanë pas ata që i kanë rujt si krye familjar, se para luftës kanë qenë krye familjar, individ caktuar në diasporë, jo komplet me familje. Tash krejt Zhegrën e kanë ndërtuar domthon diaspora, se Zhegra ka qenë domthon nuk e mujti me po këtu se s'ka ekzistuar si fshat, u kon fshati i djegun tërësisht, edhe ky ndërtim që është bën, sigurisht që ka lyp kosto të mëdha, edhe këtë kjo është fal njerëzve që jetojnë në diasporë dhe qytetarëve tonë ndershëm që i kemi atje. Përndryshe Zhegra ka qenë fshati i humbur, fshati i djegun, mirë po dëshira e madhe për me dashur Zhegrën dhe me jetuar në Zhegër, janë kthy brenda ditëve të para, pi gjitha trujeve, domthon pi gjitha trujeve që kanë qenë afër këtu në kufive, mirë po nga diaspora. Ata që kanë ikë pi luftës, që kanë dalë jashtë, janë kthy. Nëse në Amerikë brenda muajit ose 2 muajve mas luftës u kthy në Zhegër dhe kemi ndërtuar Zhegrën, domthon e cila ka qenë e boshatisur krejt edhe djegun tërësisht. Krejt kjo diaspora, keni ndaj ditë veçantë që mblidhni? Ne kemi ditët e agimit me 1-2-3 maj. 1-2-3 maj është manifestimi ndër më të organizuar ndoshta në Kosovë dhe në atë kohë për morëm shembull janë diasporat të cilat vinë rregullisht në manifestim 1-2-3 maj. Ç'është organizoni? Organizimi bëhet në patronatin e kryetarit komunës, i cili komuna financon, dhe Këshilli organizativ i Zhegrës, shoqata kulturore ditët e agimit e organizon, dhe me ditën e parë me 1 maj edhe me sport e kujtojmë agimin, luhet futboll, handball, domthon pjesë sportive. Pjesa e dytë është muza e agimit, ku nuk ka shkrimtar nga gjitha trujet kombëtare që s'ka marrë pjesë në Zhegër, mod në shkollën Agim Ramadani këtu pranë neve ku jemi këtu e zhvilluar këtë intervistë. Dhe dita e tretë është tubimi qendror, edhe me këngë kujtojmë agimin, është manifestim qendror që gjithë yjet e estradës kombëtare kanë marrë pjesë në Zhegër. Domthonë është pe 6 mujorit vrasjes së heroit kombit Agim Ramadani e deri me vitin e kaluar si vjet jemi veç në përgatitje, i fillojmë përgatitje shumë herët, është manifestim shumë i madh, ku brenda aty në 3 ditëve besoj që mbi 20.000 vete vizitojnë Zhegrën për gjitha trujeve shqiptare. Po shpresojmë këtë vit me ardhë dhe na edhe me po pak manifestimin. Jeni të mirëseardhë 24 orë më 7 në Zhegër, Zhegra ju mirëpret, Zhegra ju falenderon nga zemra, se edhe kjo është interesi joni që për bashkëdhetarët dhe për gjithë tjerët që kanë marrë mallje me po vendlindjen, e shohim përmes kësaj interviste, i shohim në shtëpi përmes kësaj ngjizimi, kështu që jemi falënderues. E sidomos mërgjëntarët i kemë pjesën më të madhe të audiencës që na përcjellen, e kuptojmë krejt atë modën e tyre për Kosovë, kështu që kurdo herë edhe dera jonë është e hapur për ta dhe me na vizituar në televizion ose qoftë edhe me na mirëprit në vendlindje e tyre të tjera. Kur jem të vendlindja, je njëri prej personave që sado që janë largu krejt, ti ke qëndru besnik Zhegrës. Çka të ka shty? Njerëzit është interesant. Tash njerëzit janë të lindur për gurbet, kushdo nuk mund me përballu gurbetin. Unë kam qenë në gurbet, po nuk kam mujt me jetu, nuk kam mujt me vepru, se në kohën kur kam shkuar si i ri, mirë po nuk kam mujt, domthonë lidhet me vendlindjen janë të veçanta. Unë nuk po them që ata të tjerë janë pak më nuk janë të lidhur me vendlindjen. Mirë po duhet me qenë i lindur për me jetu në gurbet, se gurbeti është Tiranë. Gurbeti është Tiranë, sado që mund me fitu në gurbet, sado që mund me koni pas në gurbet, gurbeti është Tiranë. E që shvendosëm nuk ka gurbetçar që shë ëndër në Zhenevë.
Ondrat i shet Zhegrës, ondrat i shet Kodrave të Remnikit, ondrat i shet livadët e Verdha, ondrat i shet shembull ka livadë i Gjergjit. Nuk ka gurbeqar që mund me po ondër në Zhenevë ose në Stuttgart ose në Berlin ose ose në Paris, kudo që është. Ondrat i shet në Zhegër ku i ka rujt lopë me mund. Në kodrat e fshatit Zhegër, ku kemi lujt futboll dhe ku kemi lujt lojna të ndryshme në shembull këtë fshat, gjithë gjenerat e ondrat i shet shembull në Zhegër. Mirë po, patjetër ka qenë për morëm shembull koha kur kanë emigruar kon patjetër. Sot nuk është patjetër. Sot është punë qefi, ma shumë. Sot është për morëm shembull, atyre ka qenë për një jetë më të mirë. Nuk mundna na kërkon me gjyku pse ka shku atje se ka qenë domethënë jeta vdekje. Mirë po sot jetohet në Kosovë. Punohet në Kosovë, veprohet në Kosovë, mund me jetu në Kosovë. E kam fjalën për gjenerat e në re, mas me ja kthy shpinën në Kosovës, se nuk e meriton Kosova, nuk e meriton gjaku i dëshmorëve me lëshu Kosovën. Tash na nuk mundna me akuzu njerëzit se mo që gjeneratën e tretë kanë në Zvicër. Janë shkolluar, janë mirë po Zhegra fal tyre më sot ku jemi në çet situatë. Mirë po tash me lëshu shembull, me me shku shembull ku edhe rrogat në Zhegër sot me punu për morëm shembull. Një punëtor krah 30-40 euro shembull e ka ditën për morëm shembull, ku mjaftojnë 30 ditë bojnë 900 euro. Nuk besoj që ka ardhur napi Prishtinës me punu në Zhegër. Nuk besoj që në Zvicër ose kudo tjetër mund me gjithë ato parë për morëm shembull, kur këtu janë shpitone i inventon. Pa qira, pa shumë taksa. Po. Mirë po tash është ky trend i ikjes që unë bëj thirrje edhe nga ky vend për morëm shembull që amanetin e gjakut dëshmorëve me kthy për marrë me jetu në Kosovë, se edhe në Kosovë, edhe në Zhegër, edhe gjithkund ka shqiptar jetuat. Nuk lëshohet vendi për morëm shembull, se tash nuk është të lëshu vendi për një jetë më të mirë. Ti tha që je kthy vet, e ke provu pak po je kthy. Kam qenë disa herë, unë vizita shkoj rregullisht, se kam këtë familjen atje. Mirë po për menin gurbet thash, do të njerëzit me qenë janë ata çetër kategorie njerëzve. Rasti i luftës Kosovës, nuk kanë luftu ke shqiptarë, se duhet më kon për morëm shembull, i lindur për luftë, i lindur për mësim, i lindur për sport, i lindur për kulturë, këto këtë lidhën për morëm, i lindur për gurbet, jo këtë mujnë me jetu në gurbet, jo këtë e kanë letë. Unë kam qenë, unë shkoj vizitoj familjarët e me, vizitoj bashkëfratarët e me, mirë pritnë sigur në Zhegër, sigur në Zhenevë për morëm shembull, me ne 6 muaj kam kurri për morëm shembull, se Zhegra solidare si në Zhegër, si në Zhenevë, si në Stuttgart, si kur shkojsh, janë njëjti qytetar, i hapin dyrë, nuk i mbyllin dyrë, nuk i mbyllin telefonat, është komunitet për morëm shembull për lakmi. Unë shumicën e raste thom për morëm shembull kur për Barim Rama e dha një ditë një mesazh që njerë më dhon për me him Prishtinë, unë e them edhe tërë shpak më dhon me një Zhegër, se Zhegra i ka këtë atributi që duhet me qit një taks për të gjithë ata që duhen me vizitu Zhegrën, se Zhegra është vend i veçantë. Është i vetmi vend ku nuk ka me qindra vjet nuk ka vrasje mes komunitetit. Nuk ka për morëm shembull gjakmarrje, akmarrje. Këtu për morëm shembull nuk ka probleme, këtu nuk ka vjedhje, nuk ka hini, ti mund me lënë veturën ku dush në Zhegër, dyrt hapën, nuk e prek kërkush. O borët shembull shtëpia të Zhegrës që jam këtu, nuk thehen kurr, hala nuk ka ndodhur një shtëpi e Zhegrës për morëm shembull e vllazëve që janë diaspor, mu thypi Zhegranëve. Ka mujt me qenë dikush nga jashtë, ka ndodhur një rast në shembull 2-3 vite, mirë po Zhegra nihet si thash si fshat me të gjitha të mirat që ne ka dhënë Zoti, jemi falendërues nga Zoti se nuk varet veç ka faktorin e ri. Mirë po, me jetu në Zhegër edhe me vepru në Zhegër edhe me qenë i zgjedhur për Zhegranëve është privilegj. E kur e përmend taksën për me hyrë në Zhegër, më bëni përshtypje edhe vetë fakti që është një vend që i ka dhe pothuajse krejt institucionet, edhe dikur ka pas me u bë edhe komunë. Çish kanë qenë, domethënë, çish e ka prit bashkëfratarët këtë? Na, në përgjithësi, kemi pas një peticion të gjithë banorëve për me bën Zhegrën komunë. Zhegra me një vendim nga ish-kryeministri që është fatkeqësisht gjendet në Hag, shpresojmë dhe kërkojmë nga këtu edhe së shpejti lirimin e tij dhe kthimin e tij në Kosovë, pranë familjes dhe pranë institucioneve shqiptare në Kosovë, gjithë atyre që janë në Hag. Na mungojnë si krerët institucioneve, kështu që edhe nga kjo se tema për nxjerr temën edhe kështu tash edhe kjo thirrje për morëm shembull, nuk mundna me ik pa bërë këtë thirrje për lirimin e tyre, që po mohon padrejtisht qërimtarët më mojnë shembull në burg kriminalet më shëtitë rrugëve të lirë në për Evropë dhe në për Kosovë, kështu që kërkoj lirimin e tyre sa më shpejt. Ish-kryeministri Hashim tha që e pa shpall Zhegrën komunë, kemi vendim që Zhegra është me vendim është Zhegra komunë, mirë po institucionet nuk e kanë zbatuar mos atij vendimi dhe sot asaj dite jemi prap kërkues që Zhegra me qenë komunë.
për morëm shembull, jemi në këtë trekonshim që lidhemi me Maqedoninë dhe me Serbinë, kemi pikën kufitare në Muqibab, e cila është pjesë e Zhegrës, edhe kemi në Stanqeq pikën kufitare, e cila një ashtu lidhet me regionin e Karadakut të Zhegrës, kështu që kemi dy pika kufitare që nuk i ka asnjë fshat në Kosovë, dy pika kufitare që të lidhen me dy shtete, që të lidhen me shtetet fësinje, kështu që jemi të kërku, edhe sot kërkojmë që Zhegra e meriton me qenë komunë, për morëm shembull, është lokalitet i cili është i ndonë fizikisht për komunën sonë. Nuk besoj që ka dikun në botë, s'po them në region pas në botë, që unë duhet me kalu në për komunë të huj, me shku në komunë. Shpjegon ja për publikun që ta më mirë. Tash unë jam shërbyer civil në komunën e Gjilanit. Unë për Zhegrës duhet me kalu në për komunë të Parteshit, me shku në komunën time Aum. Pra Parteshi si komunë e ndonë? Parteshi e ndonë fizikisht, mu Zhegrën dhe Karadakun e ndonë fizikisht për komunën sonë. Komuna Parteshit në vijë, për morëm shembull. Partesh, Bodrik, Pasjan, komplet territori që i ndonë 10.000 banor Zhegrës dhe Karadakut për komunën sonë, domethënë na duhet me kalu në për komunë të huj për me shku në komunën Aum në Gjilan. Dhe që është keqë dhe besoj që ka në i rast dikun. Nuk besoj që ka dikun për morëm shembull, mund me pas komuna etnikisht pastër ta mirë, po me ndo një territor komplet. Shembull siç është Gryka Karadakut, me kalu në për komunë të huj, në për komunën e Parteshit, ku bile si disa biznise që gravitojnë në pjesën tonë, shembull në atë kur i nxjerrin disa vërtetime shkon komuna e Parteshit. E përmene që jeni në një trekëndsh, domethënë që kufizoni me dy shtetet. Qysh ju ka ndikue kjo gjatë jetës më herët? Keni pas edhe pjesëtar në fakt që kanë luftu prej këtu dëshmur në luftën e Preshevës? Në pjesëmarrës në luftën e UÇPMB-s, luftën e Preshevës, besa dhe në luftën e Maqedonisë, kanë qenë përministë që pjesëmarrës fshatit Zhegër. Zhegra njihet për luftar, Zhegra njihet për njerëz trima dhe dëshmum ndër shekuj. Edhe Idris Seferi për morëm shembull nga una e Preshevës, dhe linjën ku ka pasur shembull në Preshev, ka qenë me territori i Serbisë, ka bë luftën në Kaçanik. Nuk e ka bë luftën në Preshev, po ka shkuar ka ndihmu vllazëve në Kaçanik. Është personi që është prit për me shpall pavarësinë e Shqipërisë, ngritjen e flamurit për shembull në Vlorë. Agim Ramadani s'ka me luftu në Karadak, ka pas mundësinë me luftu në Karadak. Ka luftu në Dugaxhin. Ka unë e vlen me vdek për këto bjesh, për këta lumej, për këto pruska, për këto. Domthonë, qytetarët e Zhegrës janë ata për morëm shembull që në Amerikë nëse ka pas nevojë. Ka qytetarë i Zhegrës që në Amerikë u zhyt në liçe me nxjerrë që një qytetar amerikan dhe vetë ka humbi jetën. Për morëm shembull. Zhegranët janë në përgjithësi edhe njerëz humanitar dhe njerëz kombëtarisht shumë të fortë. Për shembull rasti i Shaban dhe Samiu Kshinit, ata nuk kanë luftuar individualisht, ata me familje kanë luftuar, këtë vllazërit. Me nonat e tyre, me baballarët e tyre, të gjithë kanë përgatitur ushqim për ushtarë që kanë qenë, si kanë ardhur në shtëpiat e tyre dhe pe aty kanë shkuar shembull në pjesën e Preshevës dhe të Maqedonisë. Ka familje këtu për morëm shembull që me mujt ton ka mujt ushtar. Ka mujt ushtar për treva të tjera që kanë luftuar edhe në luftën e Maqedonisë, edhe në luftën e Kosovës lindore. Zhegra thash është e brymost kombëtarisht edhe për gjitha trujet e vendit, nëse ka nevojë janë në gjendje me shku me vdek me morën, pavarësisht në cilën pjesë janë shqiptarë të shkelun, Zhegranët janë në gjendje me shku edhe me u bashkangjit me i ndihmu. Është karakteristike veçantja, domethënë që unë thash edhe një herë, kjo nuk do të thonë që kjo është falëndrim nga Zoti për këta trima, për këta heroj që i ka Zhegra, që nimi krenor me shekuj. Jo veç luftat e fundit, por me shekuj Zhegra ka dhënë, janë edhe heroj të tjerë për morëm shembull, janë shkrimtar të tjerë, për shembull fshatin Selish që është afër neve këtu 3-4 kilometra ka qenë shkrimtari Minor Mirko Gashi, që ka lënë në nivelin kombëtar. Ka emra shumë të mëdhaj për morëm shembull që njeri ka njerë edhe i në hak se më në mi harru. Mirë po, të gjitha ata që i kemi harru, për morëm shembull, jemi në gjendje intervistave tjera me i përmen, se këtu çdo shqiptar, çdo qytetar i fshatit Zhegër për morëm shembull, e ka meritën e vet, i ka meritat e veta, i ka lavdatat e veta, e ka kontributin e vet, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin humanitar dhe në gjitha aspektet. E që shumë me konë krenar, kërë i përket një vendit tillë, kërë e ki vendlindje Zhegrën. Unë të falenderoj tepër shumë sot për këtë bisedën edhe rrëfimin që na bane për fshatin tënd. Ishte shumë kënaqësi me dëgju për një vend që hala ruhet bujaria, mikpritja edhe ndjenja e kombësisë kombëtare më shumë se çdo kënd tjetër. Unë nina shumë i privilegjuar dhe falenderues që e kam besimin e qytetarëve me qenë kryetari i këtij fshatit, mirë, këtyre qytetarëve shembullor, i këtyre njerëzve
Dy njerëzve që për zhegër nuk e vlen veç me qenë kryetar, për zhegër vlen edhe me vdik. Se zhegër është një vend për morëm shembull që pak është me qenë kryetar. Edhe me vdik sot për zhegër është pak me morëm shembull për njerëz që janë çast meritor, për njerëz që janë çast shkëlqyeshëm, për njerëz që meritojnë çdo lavdot nga tuka deri në qiell. Për cilin qytetar veç e veç. Domthonë zhegra kush don me po se çish jetohet vllaznisht edhe çish jetohet bashkarisht le të vinë ta marrin model zhegrën, qytetarët e zhegrës, familjet e zhegrës. Zhegra, siç e thash edhe më herët, 100 vjeçar nuk mohet mend të morëm shembull për vrasje mes veti, për rroje mes veti. Zhegra është i vetmi fshat me morëm shembull që nuk ka nevojë kanë me shku me pajtu me dikon, se janë pajtu shumë krejt secili ma i pajtuar se tjetri. Kështu që në zhegër ja vlen me jetu, në zhegër ja vlen me punu për zhegër, pak është me punu edhe me për zhegër, ja vlen edhe me vdek për zhegër, se është vendi i vetmi nashta në kombin shqiptar që e meriton lavdatën mbi tokën deri në qiell. Edhe për diasporën e shkëlqyeshme, edhe për qytetarët vendor që janë këtu për morëm shembull, edhe ata intelektualë, edhe ata sportistë, edhe për gjithë ata që jetojnë në zhegër edhe në rrethin. Karadaku e ka një veçanti të veçantë, jo vetë zhegra, se zhegra këtë Karadaku është në zhegër. Zhegra si të punim gati veç kam jetë si emën, përndryshe këtë Karadaku i Idris Seferit, edhe Jager Mamadanit, dhe vllazni Ukshini është në zhegër. Kështu që është për mua është privilegj i veçantë që jam kryetari i Këshillit Fshatit Zhegër, dhe besoj që me krenari edhe me punë edhe me të mirë do t'ja kthej qytetarëve zhegër besimin që ma kanë dhënë. Faleminderit shumë. Respekt për herë shumë. Ky emision mundësohet nga Telkos.